Bashkia e Maliqit ka çelur zyrtarisht sezonin turistik veror, i cili është çelur në pyllin e fazanëve, një nga vendet aq të kërkuara nga turistët vendase të huaj. Për regjizorin Ilir Koro, Bashkia e Maliqit me fshatrat e fushës, por në veçanti ato të zonave malore, vitet e fundit kanë qenë të kërkuara nga turistë të shumtë. Bashkia e cila i ka të gjitha, duke filluar nga bukuritë e natyrës deri te gatimet tradicionale, por sipas regjizorit duhet kërkuar më tepër kujdes me shtigjet dhe guida turistike. Pyllin e fazanëve, vizitorët mund të shijojnë qetësi, një freski, një zonë relaksuese, larg zhurmave. Këtu zhvillohen aktivitete të ndryshme, lojra për fëmijë, kemi sokadet, fazanet, ku dhe pylli fazanëve është fazani simbol i tij. Këtu gjen një qetësi, relaksim nga gjithë kohët që ti... A vinë turistë huaj? Turistë huaj, patjetër vinë edhe vizitorë vendas nga e gjithë Shqipëria e nga e gjithë qarku. Kemi vizitorë të huaj, sidomos nga Gjermania, Çekia, Holanda dhe shumë vendet të tjera. Maliqi, përveç drejtimit bujqësor e blektoral, ka dhe pika të veçanta, klimën, natyrën, produktet, atraksione turistike të cilat duhet të futen dhe tashme kanë hyrë në guidën turistike rajonale të qarkut Korçës, pasi Korça, Erseka, Devolli, Pusteci, Pogradeci dhe Maliqi bashkërisht bëjnë një paket më dinjitoze turistike, ta kthejmë në një zonë edhe me atraksione të shtuara, të themi, me ndryshimet ligjore që ka pësuar ligji për zonat e mbrojtura, për të bërë të mundur që ata që e vizitojnë të gjejnë këtu edhe më shumë produkte, edhe më shumë akses për të ndënjur jo vetëm një mbasdite, por dhe më gjerë. Bashkia e Maliqit ka shtrirjen më të madhe gjeografike nga bashkitë e tjera të juglindjes së vendit, me bukurinë natyrore, në veçanti në njësinë administrative Gorë e Moglic.